Nevojë dhe si në përmbushje strategjisë së Kurtit që të arrijë qëllimin e tij politik. Pra është 7 shtatori, 8 tetori, orientimisht Arben jep një mundësi Kuvendit Kosovës dhe Kurtit që me ato 62 numrat vazhdoj tutje me Konstitucionin e Kuvendit dhe me qeveri, sepse tash do thirret në konsolidimin e 30 ditëshit për konstituimin e Kuvendit dhe thotë që nuk guxojmë të vënohemi më tutje. Në ndërkohë, paralelisht kanë vazhduar edhe nashta një muj 2 bisedimet për çështjen e presidentit dhe deri atëherë nuk e ka problem Kurti që gjen apo nuk gjen zgjidhje. Pra ka një angazhim fillestar që të evitojë zgjedhjet, por momentin që arrihet 7 ose 8 shtatori nuk e ka më problem edhe nëse shkojmë në zgjedhje, sepse atëherë këtë kartën e fajsisë prap do të mund të gjuhej te pjesa e opozitës, duke thënë që me LDK nuk arrit të marrëveshje, këta janë dy emrat e mi për president. Urdhno propozoni dëgjom këto skenar, krenar që i kemi pa. Ka qenë pozitë shumë të keqe vetëm nëse shkojnë në zgjedhje. Se ka qenë diç s'po kupton edhe një gjë. Ja, po kupton. A mund të sqaroj çeta, jo s'po kupton, po do të ta sqaroj sta. I ka thonë. Ata vishta përfundoj, apo. Po pranojnë atë çapo thotë. Presidenta partia konsensual. Po jo, s'është LDK vetvendosje. LDK s'po thotë partia konsensual. Jo, s'po thotë ashtu. Vetvendosjes. Nuk e thot. Ku po thot LDK-ja? LDK-ja po thot. Partia s'po e thot. As konsensual. Kriteret janë pajtuar. Konsensual nuk kupton që tjetër partiak nëse pajtohet edhe vetvendosje. Por ka një dallim këtu. Për shembull, Kurti kur ka fol për president që mund të ketë pajtim që të jetë ndoshta LDK, po që s'është aktiv në LDK, ka fol në idenë që LDK do të jetë në qeverisje. Po jo jashtë qeverisjes me vetvendosjen. Tash ka ndryshuar situata. Unë nuk e besoj që Kurti e përkrah të njëjtin gjë më. Thot, këta ja ku më ofru, kur juve është ofru opsioni që ne të jemi bashkë në qeverisje dhe ta keni një president që s'është në LDK, po një figurë që ka qenë domethënë më herët. Jo, kështu e ka thënë kur kanë diskutuar për me hyrje në qeveri. Po tash s'pe thotë se ka ndryshuar, ne më të e thon këto jo ti. Tash ti, unë vetëm e sqaroj këto. Tash, në këtë situatë ku jemi, unë besoj që do të shteret ky opsioni dhe aspekti politik që Kurti e lun deri në fund, dhe thash momentin me 8 shtator Arben si të vim aty, nuk ka me pas më problem vetvendosje edhe nëse e çon vendin në të zgjedhje. Unë s'po e them se s'ka me bë vetvendosje. Edhe nëse Erdogan ka mendimin tëm te e ki tondin, po të argumento menimin që politikë është ju. Po të jap argumente. Pse po thu? Ata po të dash argumentet. Po vetvendosja ku mund djeg. Po jo, sepse i bien zgjedhjet me 27 vjetor. Po i bin kur duin më, dash për 6, dash për